mbrojtur interesat e komunitetit dhe po kërkojnë madje edhe përfaqësim politik. Korespondenti ajo në Durrës Vali Qurfiçi ka biseduar me Carmine Lampietro, që është nismëtari i krijimit të lëvizjes Silver Economy. E ndjekim. Për mira italian, Shqipëria nuk është më thjesht një vend fqinj për te Adriatikut, por vendi ku zgjedhin të jetojnë pas daljes në pension. Të tërhequr nga përfitimet fiskale, kostoja më e ulët e jetesës dhe siguria. Shumë prej tyre po zhvendosen në qytete si Durrësi, Tirana dhe Vlora, duke krijuar prej vitesh një komunitet në rritje. Nëse në Itali merr 2.000 euro pension, në Shqipëri ato bëhen 2.600. Një avantazh tjetër është qetësia sociale, ndërsa një pjesë të përfitimeve i investojmë në shëndetësinë private. Në Itali është bërë pothuajse pamundur të jetosh me këto kosto. Shqipëria ofron më shumë siguri dhe fuqi blerëse, dhe krimi rrugës pothuajse nuk ekziston. Në Itali është shumë shtrenjtë, është bërë pothuajse e pamundur. Dola në pension të këtij viti, parë se Shqipëria në aspektin e sigurisë është më mirë se Italia. E pastaj është dhe çështja e pensionit të pataksur. Këto më shtyn të vija këtu, plus që plazhet e Durrësit janë shumë të bukura. Kështu që ja vlejnë. Me rritjen e numrit të tyre, pensionistët italian kanë nisur të organizohen dhe së fundmi edhe në lëvizjen Silver Economy, e cila synon të mbrojë interesat e atyre që jetojnë jashtë Italisë dhe të forcojë përfaqësimin e tyre pranë institucioneve vendase. Ne jemi vlerë, po kthehemi edhe në një fuqi. Përmes lëvizjes Silver Economy duam të mbrojmë interesat tona dhe të japim zë pensionistëve italianë në Shqipëri dhe në Europë, dhe për këtë kërkojmë përfaqësim në nivel politik. Megjithatë, ky komunitet përballet edhe me vështirësi. Procedurat burokratike për lejet e qëndrimit, rritja e kostos së jetesës dhe zhvlerësimi i euros, sipas tyre kanë reduktuar ndjeshëm përfitimet ekonomike që ata i sjellin Shqipërisë. Burokracia është një problem këtu dhe çmimet janë rritur ndjeshëm dhe ne pensionistët jemi hallka më e dobët. Problemi i madh është edhe kursi i këmbimit. Dikur 1 euro këmbej me 130 lekë, sot me rreth 94 lekë. Kjo ka ulur fuqinë tonë blerëse me 35 deri në 40%. Ata kërkojnë më shumë dialog me autoritetet vendase, duke shpresuar që shqetësimet e tyre të marrin të njëjtën vëmendje si kërkesa për lejen e posaçme të qëndrimit e miratuar disa vite më parë.